dhe urtësia janë mirësi me të cilat Zoti e dallon këtë doj. Përgjatë gjithë historisë njerëzore, historia ka regjistruar njerëz që pavarësisht vendit ku kanë qenë, pozitës që kanë pasur, shkollimit që kanë kryer, janë përjetësuar për urtësi. I këtill është edhe personaliteti që do ta prezantojmë në portret. Me mençurinë që kishte, ai u shndrua në njeri të popullit. Në portret, ne do të zbulojmë disa detaje me rëndësi nga jeta dhe urtësitë e tij. Xhemail Abria ka jetuar e vepruar në kohë të vështira, për ta dëshmuar pozitën e tij si pleqnar e urtar i Kosovës. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Urtësia është gjë e humbur e besimtarit, të cilën kudo e kurdo që e gjen, e merr dhe përvetëson. Sa kuptim madhështor merr kjo thënie, kur urtësinë e marrim nga ata që i njohim e janë të tanët. Urtari ynë me të cilin do të njihemi sot është Xhemail Abria, një burr i madh që dallon për urtësinë dhe vizionin. Ka qenë plesnar, por ndryshe nga plesnarët tjerë. Nuk ka pasur ndonjë gradë shkencore dhe as nuk ka shkruar ndonjë libër, por emri i tij është ngritur si yll në qiell. E pamundur të përmendet, e mendja mos të shkojë tek ato thënjet e tij të bukura dhe me vlerë. Kushdo që e lexon, e kupton se fjalët miradije që thuhen për të nuk janë egzagjerime, përkundrazi. Ai mbetet referencë dhe citohet edhe sot, kur nga vdekja e tij ka kaluar më shumë se një shekull. Ndoshta koha kur jetoi dhe ndryshimet e mëdha që ndodhin e shpërfaqën këtë urtësi e largpamësitë e tij. Ai ndoqi vije në urtarëve të mëdhenj, si Hasan Tahsini, që ndryshimet i hasnin para se të ndodhnin. Zatën edhe thuhet se të mençurit i nuhasin këto ndryshime para se të ndodhen, ndërsa të tjerët i kuptojnë vetëm kur të kenë ndodhur. Fjalët e Xhemail Abris janë regjistruar e kodifikuar si një thesar i rrallë, i cili mëton të studiohet nga perspektiva të ndryshme. Për shkak të fetarisë së Xhemailit dhe qasjes së tij ndaj shariatit me të cilin plesnonte, mendojmë se Xhemaili duhet studiohet edhe nga perspektiva fetare. Këtë do të mundohemi ta zbërthejmë gjatë këtij prezantimi, por më parë le të njihemi pak me Xhemail Abrin. Xhemail Abria ka lindur në fshatin Abri e Epërme në Drenicë në vitin 1830. Babai i tij Seferi kishte 5 djem: Ademin, Kadriun, Veselin, Ramën dhe Xhemailin. Xhemaili ndonjëherë thirret sipas emrit të babait, pra Xhemail Seferi, e ndonjëherë sipas emrit të fshatit, Xhemail Abria. Xhemaili ka qenë i martuar 2 herë. Me gruan e parë nuk kishte fëmijë, ndërsa me gruan e dytë Zoti i ia fali disa fëmijë, por i jetuan vetëm 2, djali Bahtiri dhe vajza Hamidja. Xhemaili ishte një burr i Zotit. Ishte i gatuar për punë të popullit. Nismat dhe iniciativat e tij reflektojnë anën shpirtërore, humanitare, atdhetare e politike të tij. Ai ishte nismëtar i ndërtimit të xhamisë në Abri në vitin 1860, pra kur ishte vetëm 30 vjeçar. Falej rregullisht 5 herë në ditë. Xhemail Abria në fakt dallonte për t'i pare që nuk mund t'i gjeje bashkë tek të tjerët. Dallonte për mençurinë, për drejtësinë dhe për trimërinë. Prandaj vendi i tij ishte pothuajse i pambuluar nga tjerët. Thuhej u shtyje pleqnia se nuk erdhi Xhemail Abria. Kur flitej për gjërat që posedojnë njerëzit, Xhemailit për pasuri i llogaritej mençuria. Thuhej Baliaga i Zatriqit e ka fituar Gallakin me shpatë, Beqiraga i Bellanicës me pasuni e Xhemail Abria me men. Xhemail Abria është ndër plestë e moshëm
emri i cilit ka mbetur më i popularizuar në Drenicë, për fjalët që ka lënë, për pleqërimet dhe anekdotat. Ndonse ka kaluar më shumë se një shekull nga vdekja e tij, ai përmendet me nderime edhe sot. Le të shpalosim diç nga urtësitë e tij. Të fillojmë me shëmbëltyrën. Më më rëndësi se fjala është vepra. Xhamali dëshironte që të ishte shembull për të tjerët me vepra. Kur kishin marrë iniciativën e ndërtimit të xhamisë, ishte drejtuar 5 barqeve të abris që të merrnin pjesë të gjithë. Xhamia ishte të gjithëve dhe të gjithë duhet të kemë përgjegjësi për të. Por për te kësaj, ai synonte që xhamin të gjithë ta shihnin si të tyre, ndaj kishte marrë vendim që kush nuk merr pjesë do të ndëshkohej, do t'i therreshin qetës zgjedhës. Me qëllim nuk i kishte informuar meshkujt e familjes së vet. Prandaj kishte filluar me ndëshkimin e tyre duke i therrur 2 qemë. Me këtë ofroi shembullin e një lideri të madh, i cili prin me fjalë e me vepër. Xhamal Abria dallonte edhe për vizionin dhe largpamësinë. Në aksionin e pushkëve, të cilin Serbia i shiste shqiptarëve pushk për të luftuar kundër Perandorisë Osmane, ai kishte dalë kundër, duke i këshilluar shqiptarët se kjo ishte një lojë piste serbëve, prapas së cilës fshiheshin qëllime të liga. Nga këto, atyre që me armë serbe kishin shkuar për ta luftuar Perandorinë Osmane, ju kishte thënë: ju e pas keni shit vatanin, herdo kurdo, tradhtia ka me ju dalë për mejdan, hupni he mos ju lasht dhe ju mrena. Si jeni shku me i pri liris, por me ja qel derën servis e me i thanë: hajde shkelna sa ma shpejt se s'po na pritet. Xhamal Abria në fakt ka qenë pjesëmarrës në lidhjen shqiptare të Prizrenit, të kryesuar nga hoxha ynë Ymer Prizreni. Xhamal Abria kishte vizion për stabilitet shtetëror, në kuptimin e raporteve me të tjerët. Ai thoshte se shtetet e vogla kanë nevojë për miq të fortë. Ndoshta këto që ndronte arsyeja pse ai nuk dilte kundër Perandorisë Osmane. Në ushtrinë që lufton të rusët, jo vetëm ushtar, por edhe general shqiptar kishte. Koha dëshmoi se qëndrimet e tij ishin të duhurat. Pas rënjes së Perandorisë Osmane, trojet tona u coptuan nga të tjerët, e veçmas nga fqinjet ortodoks. Si popull i përvuajtur që kemi qenë, Xhamali konsideronte se rruga e shpëtimit është tek dija. Të diturin, pavarësisht se çfarë moshe kishte, e shihte meritorin për të folur dhe për të udhëhequr. Siç edhe mund të merret me mend, nga aspekti fetar zakonor, të vjetrin duhet respektuar, por respekti për dijen shkon përtej kësaj. Në fakt, Xhamali kishte një përputhje interesante ndërmjet respektit për moshën dhe dijen. Thoshte, vendi i madh i bjen plakut, por me fol duhet ai që din. Këtë mësim e gjejmë edhe në këshillat fetare. Profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të, urdhëronte që plakut t'i jepej përparësi, nga se kështu e kishte mësuar Xhibrili, kryemeleku. Po kështu urdhëronte që të mos flitej pa dituri, sepse fjala ka përgjegjësinë e vet. Ndërsa flasim për diturinë, Xhamali i jep të udhëzime të rëndësishme se si duhet të kultivohej dija. Përsëritjen e mësimeve e shehte jetike për mbajtjen gjallë të dijes. Thoshte, dijenia pa hyzmet si llamba pa gaz. Njëherë pak dritë e dikur fiket krejt. Xhamal Abrin e pengonin problemet dhe ndasit e brendshme. Ai e shehte se ato konsumonin pamshirshëm energjinë dhe forcën. Prandaj konsideronte me drejtë se përderisa të kemi probleme të këtilla, çlirimi nga të huajt do të vonohej.
çlirimin nga i huaji, thoshte Xhemail Abria, kurzohet me çlirimin nga njëri tjetri. Madje në mënyrë tekstuale ka thënë kësaj, muaj më u çlirua, veç kur çlirohemi ndërmjet vete. Si të kërset pushka mes nesh, kur i huaj prej qafe s'ka me na u hjek. Xhemaili nuk kishte vetëm fjalë, por edhe vepra. Për bashkim dhe unitet, angazhohej me çdo gjë që kishte. Kishte marrë pjesë në pajtimin e gjaçeve për ta luftuar sëmundjen e vllavrasjes. Madje pajtimin dhe kuvendet e diskutimet pas ndërtimit të xhamisë nga ana e tij, i bënim pikrisht pranë saj ose edhe në xhami. Nga perspektiva historike, angazhimi i Xhemal Abris ka rëndësinë e vet. Thirrja për pajtim vjen si kërkesë e lidhjes së Prizrenit, e cila kishte nuhatur rrezikun që na kanosej. Prandaj qasmërit e brendshme duhet të mënjanonim me kohë. Këtij aksioni madhor i priu Xhemaili. Bashkë me të ishin edhe emra të tjerë të njohur si Binakalia i Malsis, Mulla Azem Molluri, Mulla Jupa i Kajkovës, Mulla Mustaf Hoti e shumë të tjerë. Xhemail Abria pleqërimet i kryente edhe sipas shariatit. Kjo jep kuptim edhe më të madh kësaj nisme. Siç shënon Xhemail Bajrami, Xhemail Abria kishte kaluar kohë të gjatë në vushtri, në mesin e pashallarëve dhe njerëzve të fesë. Nga perspektiva fetare, këshilla dhe angazhimi i Xhemail Abris për pajtimin kanë peshën e madhe. Ato na flasin për atë që ne në gjuhën fetare e quajmë sëmundje të rrezikshme, me të cilën janë sprovuar të tjerët, ndërsa ne jemi infektuar prej tyre. Profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të, përçarjen e konsideron të rrojse, jo rrojse të kokës, por të fesë. Në Kur'anin famadh, në kapitullin Enfal, ajeti 46, Allahu i madhruar na urdhëron që të mos përçahemi, sepse përçarja na dobëson. Pra, porosia që urtari ynë jep për unitet është thellësisht fetare, e miratuar fuqishëm në mësimet kuranore dhe profetike. E pranuam ose jo, kjo sëmundje vazhdon të na dëmtojë edhe sot. Ajo ende paraqet atë nyjen e pazgjidhur për forcën dhe zhvillimin ton. Xhemail Abria i kushton të rëndësi lidhjeve familjare dhe farefisnore. Si jo kur familja e fisi janë mbështetje e rëndësishme. Për të arsye, ne gjejmë porosi aq të çmuara në fe për respektin dhe mirënjohjen ndaj tyre. Ai konsideronte se pasuria e vërtet është kesh një antar të familjes me vlera. Thoshte, nuk është pasuri toka, as livadhi dhe as mali. Pasuri është mashkulli i mirë. Xhemail Abrin e kishin pyetur, kush po të ndihmon? Ai kishte thënë, e kam ndihmën e të madhit Zot, po Zoti mi ka fal edhe do shtylla tjera që po mbajnë. E kush janë këto shtylla? E pyetën, tha, po mbajnë 5 shtyllat e mia, 5 barqet e Abris, farefisit tim, po marruajnë turpin dhe po ma mbrojnë fjalën. Por krahas tyre Xhemali mbështetje i konsideronte edhe miqt. Thoshte, më ruajnë dhe më mbrojnë edhe 3 shtyllat të miqve. Kulla e Rejç Bajraktarit, kulla e Shaban Kajtazit dhe kulla e Avdyl Agës. Botkuptimet e Xhemail Abris për raportet ishin vërtet thella. Njerëzit mund të mos jenë të afërm nga gjaku, mund të mos flasin të njëjtën gjumë, por që të kenë idealet përbashkëta, të kenë kulturë komunikimi, të kenë qasje pozitive. Pra, jo më ka thuhet se ka vëllezër që nuk ti ka bërë nëna. Këto dimenzionet të miqësisë i kishte edhe Xhemaili. Kur e pyetën se kë e kishte të afërm, ju kishte thënë, atë që merrem vesh
prej ku lind dielli e perëndon, e kam vëlla. Po atë me cilin nuk merrem vesh, edhe nëna më pas të ba se kam kur gja. Pra ajo që e përmendëm në urtësi është pikrisht mishërim i kësaj thënie të tij. Në urtësitë e Xhemail Abris ne gjejmë mësime për ndërtimin e personalitetit. Është thënë qysh moti se ne jemi çfarë mendojmë. E vërtet se brenda nesh veprojnë forcat e së mirës dhe së keqes. Ne kemi një anë që na shtyn të veprojmë mirë, por kemi edhe anën tjetër që na shtyn ka e keqja. Në mënyrë figurative, këto dy forca janë përshkruar si ujë, dhe në atë proverbin e njohur, një djalosh i ri shkon tek një urtar dhe i thot: "Ndijej sikur brenda meje janë dy ujqër që i janë vërsulur njëri tjetrit. Njëri më nxit për të bërë mirë, ndërsa tjetri për të bërë keq." Urtari ja kthen: "Ujku që do të triumfoj është ai që ti e ushqen më mirë." Këtë mësim e gjejmë edhe tek Xhemail Abria. Ai konsideronte se pozicionimi i njeriut bëhet me vullnetin e tij. Ai bashkohet të këqive ose të mirëve, varësisht se si është vetë. Më saktësisht, Xhemaili, duke qenë se udhëtonte shpesh për pajtime e punë tjera, e kishim pyetur nëse kishte ndodhur që t'i shfaqeshin fantazma. Ai kishte thënë se nuk i kishte ndodhur kurrë, sepse njerëzit u a bëjnë vetë vendin, këta therësh të vjen. Kjo nënkupton se qasja jonë për jetën na orienton, na kanalizon veprimtarin, na bën të dobishëm ose jo. Xhemail Abria konsideronte me të drejtë se ato që japim pozit njeriut janë vlerat e tij. Mund të kesh çfarë të duash, por nëse nuk ke vlera, nuk ke asgjë. Këtë është shprehje veçmas ku njerëzit ndaheshin prej kësaj bote. U kujtonte të gjallëve se vlerat janë ato që na shoqërojnë edhe pas vdekjes. Në të pame për ngushëllime shprehej kësaj: "Inshallah u dekshnosh. Inshallah u shkue i gjallë në ahiret. Inshallah s'ka dek për gjithmonë." Xhemail Abria është thesar që duhet studiohet nga perspektiva të ndryshme. Thëniet e tij kanë kuptime të thella që na ofrojnë këto mundësi studimi. Po përmendim disa sosh prej tyre thjesht sa për ilustrim. Dikush vdes pa hyrë në dhe. Fjalën e plesnarit e armën e trimit s'ka kush që i ndal. Është zor me bë armikun mik, se mikun armik e bën kur të duash. Me ec me hajnin edhe pa vjedh tjet edhe ty hajnia. Dua jetanin se s'dojnë të tjerët. Musafirit që nuk përgojon, duhet me jarujt bylmetin e muhabetin. Edhe budalla e ka kryet si të tjerët, por men nuk ka. 3 sene nuk duhet me i kesh: vllaun e keq, gruan e keqe dhe kojshin e keq, se të kanë ra hise. Mos e ka përce masën, as për të mirë, as për të keq. As mos u ban sheqer me të hangër halku, as helm me i helmue njerëzit. 4 sene s'mund kush me i mshef: dijen, budallakun, fukarallakun e pasunin. Mu vra me jabanxhin është një bela, mu vra me tanin janë 10 bela. Burri në od mundet me u korrit 3 herë: kur ungjet ku nuk e ka venin, kur e kap fjalën paran dhe kur i zgat fjalët tepër. Burri duhet me kanë ngulën siguri kufirit, jo siguri mezës. Unë rrallë herë e kam mujt najt meqëm, e mu e budalt gjithmonë më kanë mujt. Urtësit dhe qëndrimet e Xhemail Abris bën që ai të respektohej shumë. Në Drenicë vlerësimi për Xhemail Abrin ishte i madh. Burrat e Drenicës për të kanë thënë: sa për Drenicën, burr mentar, të ndershëm e të pahile në mezhlis,
si Xhemal Abrin s'kemi pas. Kulla e unikut për vlerat që kishte më 1877 e gradoi me titullin e nderit plesnar i Kosovës. Ramadan Shabani, kur kishte dëgjuar një përgjigje të bukur nga Xhemal Abria, i kishte thënë: "Të lumt Bacë Xhemal, se për një mend i je Xhemal prej dokem dhe Xhemal prej koke. Xhemal dënë thot bukuri, e me këtë Ramadani po i thot se Zoti ka dhënë jeshi në mendje e në trup, pra e ka bërë të ditur dhe të bukur." Hoxh Jupa i Krajkovës, kur ishte përgjigjur se përse bënte muhabet me Xhemalin e me të tjerët jo, e kishte shprehur vlerësimin e madh për dijen dhe mençurinë e tij. Kishte thënë: "Po flas me Xhemalin, se ky po e shkun dardhën mire ka dal, e po mi qet sall para dardhat e sarihta e të dukta, e të verdhat po i lën në rrem, qysh janë kanë deri sa të vjen rani me u pjek edhe ato." Xhemal Abria jetoi dhe veproi në kohë tepër të vështira për vendin. Problemet me të cilat ballafaqoheshim ishin të shumta, por mbi të gjitha ishte çështja për të ardhmen e vendit. Prandaj i zhgënjur me rrjedhat historike dhe nga parandjenja për pushtimin serb dhe i dërmuar nga sëmundja, në vitin 1908, në moshën 78 vjeçare vdes. Varri i tij është në oborrin e xhamisë së Abris. Në ceremoninë e varrimit kishin marrë pjesë njerëz të shumë nga e mbar Kosova. Xhemal Abria vdiq duke lënë pas vete këtë thesar urtësish me vlera të rralla. Vepra e tij rron edhe së dhe kësaj dite. Urtësitë e tij kërkojnë studim, jo thjesht lexim. Jeta dhe vepra e tij janë frymëzuese për vlerat, dijen, unitetin, bashkimin. Rreziqet që ai parashete qysh atëherë vazhdojnë të na kanosin edhe sot. Prandaj na duhen mësimet e Xhemal Abris për të dalluar se kë e kemi mik e kë e kemi armik. Si duhet të sillemi në kohë të vështira e anën e kujt duhet ta mbajmë. Zoti e mëshiroft Xhemalin, varrin e tij e bëft kopsht xhenetit, e neve na mësoft që të përfitojmë nga urtësia dhe mençuria e tij. Në takimin e radhës do ta prezantojmë një personitet tjetër me vlerë. Deri atëherë qofshim në mbrojtjen e Zotit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.